Reshjet e Borës kanë mbuluar sërish sharku në Shkodrës. Më të dëndur ato kanë qenë në aksin Bog-Theth, ku aktualisht në terren dy borpastruese kanë bërë të mundur hapje në rrugës. Segmenti më problematik mbetet qafa e Thorës, ku era shkakton grumbuj dëbore në aksin rrugor, duke krijuar përpasojë dhe vështirësi në qarkullim. Reshje Bore ka patur edhe në aksin Tamar-Vermosh. Autoritetet kanë paralajmëruar drejtuesit e mjeteve të tregojnë kujdes dhe zbatojnë rregullat e qarkullimit. Deri më tani nuk raportohen për problematika serioze. Ndërkohë ende i bllokuar mbetet Dugaxhini, që ka hyrë në javën e tretë të izolimit si pasojë e shëmbjeve në rrugë. Për shkak të rreshjeve të Borës, qarkullimi është vështirësuar në disa akse rrugore, kryesisht në zonat malore, çka ka bërë që policia rrugore të dalë me një paralajmërim për drejtuesit e automjeteve. Shërbimet e policisë rrugore dhe të patrullave të përgjithshme ndollen në terren me qëllim parandalimin e aksidenteve dhe për të ndihmuar përdoruesit të rrugës në rast nevoje. Policia bashkëpunon me entet pronare të rrugëve dhe firmat kontraktore me qëllim pastrimin e tyre nga bora dhe shpërndarjen e kripës. Policia rrugore apelon ndaj drejtuesve të mjeteve që të bëjnë kujdes gjatë lëvizjeve, të respektojnë sinjalistikën rrugore, të pajisen me zinxhir dhe goma dimrore, si dhe të ndjekin udhëzimet e shërbimeve të policisë rrugore kur udhtojnë drejt këtyre territoreve.